Agron. Agron. Vejzaj. Sa vite ke që merresh me Kam këtë punë? 34 vjetë tu. 34 vjet. Po. Si është puna tani? Nuk mund të flasim për momentin, po themi që jetojmë. Nuk kemi, në më thënë, të ardhur. Se unë me asistent bëjmë këtu, kjo është punë private. Sa kushton një lustrim apo një lyerje këpucësh? Po barë sa japi 500 lek, 1000 lek. E lënë dëshirë të vetë? E lënë dëshirë të ati, sepse nuk ka njerëzit. Sa mund të bësh në ditë nga këta? Unë 10 ditë që ishe shi ep. Merja bësh të ky zotria këtu. Nuk punove fare kur të shtesh? Ep. Po në ditë shumë të zakonshme sa veta? Ditë zakonshme mund të bëj 10.000 lek. Vini luajnë këpucët njerëzit, i luajnë kamë pusi më Po përpara. nuk ka si më përpara të keqe besniku ty, nuk ka, se unë jam 34 vjetë tu në këtë punë, por do të them që neve jetojmë me pak, me pak, ajtë ardhur janë, sepse nuk ka njerëzit më, Sa nxjerrë? janë 10.000 lek thashor zotri. Edhe kjo puna këtu ka mbaruar. Del çdo ditë te njëjti vend apo ndryshon? Këtu më ke. 34 vjetë këtu kam qenë. Ka të tjerë që merren me kështu lustraxhi? Jo, s'kam më, në gjithë vlorë vetëm unë jam. Vetëm ti. Unë i vura para, kam tekur të gjithë. Sa ka patur më përpara? Ma përpara ishim 6-7 veta, banim, edhe 20.000. Po, sot S'ka më. Themi që do jetojmë, po si do jetojmë? Ja del Xhaxhi del e pa familje me këtë punë? Po, baj familjen me gruan. Kam edhe gruan të zamor. Me vështirësi shumë apo? Me vështirësi shumë. Ja, kaq të thotë, qatë të thotë, E nderuar, faleminderit. Faleminderit. ju falemderit dhe juve dhe